Një teknologji e re, po jep shumë shpresë pacientëve të cilët kanë probleme emocionale, psikologjike në përgjithësi të shëndetit mendor. Quhet RTMS, është një pajisje e vogël, por që ka një efekt të madh. Madje aty ku medikamentet shpesh nuk kanë treguar rezultate të mira, seancat me këtë aparatur kanë treguar komplet një rezultat tjetër, më të mirë, më shpresdhës, sidomos për pacientët që vuajnë nga depresioni e që kanë kërkuar mënyra të ndryshme për trajtimin e tyre. Është jo invazive si metodë, është pa dhimbje. Nuk keni nevojë për gjithë ata persona që e kanë pas shumë problem të shprehen, të flisni me dikë sa i përket komplet trajtimit me këtë aparatur, por detaje më të hollësishme edhe përgjigje më të hollësishme për rëndësinë e kësaj aparature që fatmirësisht për herë të parë dhe vetmja që e ka sjellë në Kosovë është Spitali i Varësive Rezonanca 3 në Prishtinë, në Kosovë, sepse është i nivelit të veçantë jo vetëm në Kosovë, por dhe rajon. Për këtë aparatur, natyrisht që gjithmonë flasim me ekspertët e fushave dhe nuk marrin përgjegjësinë për dhënë mendim për ata që na nuk e njohim, për të përçuar mesazhet më të sigurta tek ju. Natyrisht që me psikiatrin, doktor Burimeta do të flasim për këtë. Doktor Burim, faleminderit shumë që më pranove në këtë zyre, në këtë dhomë që shërben kaq shumë dhe ka shpresë kaq shumë për pacientët. Po, knatësi e veçantë jemi pjesë e emisionit tuaj dhe njerit për ju përgëzoj edhe për impaktin të cilin po e jepni me emisionin tuaj. Shumë mirë që keni përzgjedhur që të flasim për këtë aparatur, një aparatur e cila e vogël, por shumë e madhe për nga funksioni i saj, për nga përmirësimet që bëhet varësisht nga nevojat e pacientëve. Kjo është një e cila është e vetme aktualisht në rajon, është një do të thotë RTMS, Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation, do të thonë është një stimulim elektromagnetik transkranial, e cila funksionon përmes joneve elektromagnetike duke depërtuar në tru dhe duke stimuluar aktivitetin e disa qendrave të cilat ne i pikasim. Është një metodë jo farmakologjike, do të thotë nuk kemi të bëjmë përmes medikamenteve. As rrezatim nuk ka. As rrezatim, pikërisht e thash që është përmes joneve magnetike funksionon. Gjithashtu edhe është një metodë jo invazive, do të thotë nuk kemi dhimbje, nuk kemi shpime, nuk kemi asgjë e cila e bezdis pacientin. Përmes kësaj, ne rimodulojmë aktivitetin e qendrave nervore në tru dhe riformsojmë aktivitetin elektrik të qelizave nervore. Dhe përmes kësaj bëjmë domethënë një ekuilibrim të funksionimit të trurit.